Njerë kanë menohë që më kanë vra mu shkit, jam i vran, po kër e kanë kuptu që jam gjallë edhe me uniform të që kësë, nana thot kur gëzim matë malë s'kum një jetën të em. Gjevahirit, paramilitar serb, ja kanë my 2 vllazni. Për 2 vllaznin, mu ka kombetu, tha agim, tha kom e nëzirë, tha hakun e tyne, edhe unë i kom qëndru për mas, dhe e kanë nëzirë hakun e tyne. Edhe o kombetu, tha, deri në fund, tha, me juve, tha, kom e shkel, tha, Prishtinën, kena me him Prishtinë, tha, të liftu, tha. Shkit na kanë hi, kur i kena pa tenkat e shkive të ardhë. Të në 2 orë kom prit këtë, shkit mos po kthehet aeroplani, thesha, inshallah vjen e rëzëj aeroplanin e Serbis, qa dëshire kom pas. Edhe të shavra, që atu s'ka pas problem. Kjo foto është, i kom lëshu armen edhe konfesu me dorë konfesu, thash Kosova u shtliru. Edhe kom marrë flamurin, edhe kom thonë shqyr Zotit që i arritëm qëllimin me shtliru Kosovën. Kjo liri është e pagune me gjak, për jetë s'bën me harru, as generatat që vinë, as këtu generatat, as kërkush nuk bën me harru. Që ky prind i 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjerë nuk dinë ku janë, as nonën s'dinë ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Mu ka dashur me marrë armën e me mbrojt familje mas pari familjen me mbrojt. Që 84 vjet ke pas ju beton se njeri as i kusho nona, as kusho bëtra, as kusho buka, as kusho fëmija, as kusho gjoja. Baca Agim, përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjatë. Faleminderit. Unë du me të pyet fillimisht qa kena të letra. Këtu e kam njësin e policisë ushtarake të shtabit përgjithshëm, që tash do t'i lexoj shokët më të ngushtë mi që kena vepruar në Koshare, thyrja kufini shqiptar. 98-99. Këtu jam unë Agim, do më thonë komandanti i njësisë Leoni, policisë ushtarake Hajdar Beqa. Shtabi i përgjithshëm. Unë e Agim Pllashniku për Prishtinës, se jena kanë 5 policë ushtarak, shtabit përgjithshëm, do më thonë krejtë rajoneve, qyteteve ndryshme. Për Prishtinës jam kanë unë, Agim Pllashniku, i Zbala, një patriot, një veprimtar shumë i njoftun nga Peja, polici ushtarake. Rasim Përgjegja ka qenë nga Ljumbardi i Deçanit, është vëlla i dëshmorit Avni Përgjegjës. Do me thonë dëshmori i parë, unë Dugagjen. Rasim Përgjegja që kam shumë respekt për Rasimin edhe për familjen e tij, për Avnin që është dëshmor tash. Mus Shehu nga Gjakova, një patriot shumë i madh, edhe Islam Arifi nga Gjakova, një patriot shumë i madh. Na jena kanë 5 policë ushtarak në komandën e Hajdar Beqës. Polici ushtarake, shtabit përgjithshëm, në komandën edhe Gjeladin Gashit, do me thonë, komandant e kena pas Gjeladin Gashin, një patriot shumë i madh, një adhëtar shumë i madh, edhe pseudonimi ti Plak, që e respektoj shumë edhe kur e përmenin emrin e ti ngrit në ankom. Baca Agim, unë du me të pyet pak momentet kur ju ke bashku policisë ushtarake, saksisht ushtrisë qeveritare të Kosovës. Qysh janë ka ato momentet, sa vjeçar ke qenë? Unë kom qenë 30 vjeçar, kur ju kom bashkangjit policisë ushtarake, ju kom bashkangjit unë Trapoj, në Bajramcur. Për herë të parë në Bajramcur e kom vesh uniformen në Ragam, do me thonë ato e kom vesh uniformen me shokë të mi, edhe ju kom bashkangjit, edhe kom marrë pjesë thyrjen e kufirit shqiptar. Unë kom qenë policë ushtarak, do me thonë kena pas detyrat veçanta na, për cilje të ushtarëve të logjistikës, për cilje të prorëve të lartë, do me thonë javë kena bo për ciljen, e të gjitha që ka pas nevoj për ushtërinë çlirimtare të Kosovës, na e kena bo atë punë me shpirt, me nder, me respekt.
Që shkanë qenë ato emocionet e para, momentin kër i veshe uniformën e UÇK-s? Drejten me thonë, kër e kom vesh uniformen e UÇK-s, mos kom mendu për mas kur gjëheq. Vesh kom mendu për para, mos liru Kosova, se kom dit Kosova çfarë obrije është shekullore nga një okupator i pa parë. Do me thonë një okupator shumë i eger që janë kanë Serbia. Edhe kom dit me çfarë ushtrie Serbie kena me bo, do me thonë e kom pas një vullnet shumë të madhë, edhe kështu që me vullnet e kom vesh uniformen, edhe e vetëmja mundësi e kanë me ma desh uniformen vetëm vdekja. Tjetër mundësi s'ka pas, deri që o bo transferimi i UÇK-s në të me kë, unë e uniforme se kom desh. Këtë uniform edhe e kom një uniform zez që gjithmonë e kom bajt. Unë du me të pyet pak për shkak se ta deri në momentin të më kishim vranë ndryshe se kisha desh uniformën e UÇK-s. Po, çka ka qenë frika ma e madhe gjatë asaj kohe? Patjetër që nështë ka qenë vullneti shumë i madhe dhe krejt kjo, po prap keni pas të bëj me një ushtri shumë të madhe, me armatim shumë të fortë dhe si ka qenë ushtria serbe. Ku e gjeshi forcën? Unë e kom gjetë një forcë edhe se unë e kom pas edhe ushtrinë e Jugosllavisë ma herët kryn, jom kam pas përvojë ma të madhe, edhe kom gjetë një forcë se kur mendojsha që Serbët po vinë pe Beogradit, po masakrojnë në Kosovë, po sulmojnë në Kosovë shembull, edhe po vinë edhe rost, pse na mos më ju kundërvy një shkallë tegër, një Serbia shumë tegër që ka bo 3-4 lufta, edhe gjithmonë o dalë humbse. Kështu që vullneti jam gjithmonë ka qenë edhe sot është vullneti jam për shtetin tonë, për Kosovën tonë, me vepru çka është pozitive. Jo negative, po pozitive. Jo mi gatshëm me ndodh apet me vesh uniformin qysh e kom pas 98, 99. Kështu që atëherë kena pas një vullnet shumë të madh edhe shqyr i arritëm qëllimin e është liru Kosova edhe një qëllim tjetër ja kena arrit, se shumë njerëz ta shtojnë, kanë thonë mas lufte, jo bashkim kombëtar, jo kështu e kanë përdor. Bashkimi kombëtar, do më ju tregu të gjellëve, o bo 99 bashkimi kombëtar, kur o thy kufiri, shqiptar, djent e UÇK-s, vajzat e UÇK-s, populli, të gjithë ata që kanë ndihmu, edhe ata jashtë që na kanë ndihmu me tolla, me logjistik, me gjithë, ata e kanë bo bashkimin kombëtar, qizmja e UÇK-s e ka thy, do me thonë kufirin shqiptar, edhe bashkimi kombëtar e bo për popullin shqiptar, qaja kom bashkimi kombëtar në 99-ën. Unë deshta me të pyet pak edhe nështë edhe për, e thash edhe ma herët, frikra që i kini pas në atë ko, ma ndej familja, që shëndje familja jote, prindrit e tu, kur ti vendose me ju bashku e ushtrisë? Unë e kom pas vetëm një frikë, kom mendu që mos Serb po hetojnë diçka që unë jem në ushtrinë qlirimtare, e familja jem nuk e ka ditë, se unë me aktivitete jam marrë pe të Telltenitës. Në Telltenitën jam ka një burgosën, si në zonë si klasës 7, 93-ën për herë të parë këm shku në Shqipëri, që këm vizitu që jam hi, do me thonë levizje popullore, do me thonë për bashkimin e trojëve shqiptare, atëhera kom për bashkim trojëve shqiptare, edhe qysh unë atëhera ja kom nisë me kontribu për çështje kombëtare, edhe në 93-ën jam taku me një djallë shumë i mirë, ka qenë Gani Neza, një truproj i Sali Berishës në atë kohë, edhe më kanë ndihmu mu shumë, edhe shokëve tunë, na kanë ndihmu me armatime, do me thonë, për atë hershit jena pregadit, po në kum levizë edhe në Gjermani, po kur ardhë koha, e kum vesh uniformen, edhe jem kanë aktiv deri që bo transferimi u që kësën të me kë. Qa tha nana? Nana nuk e ka ditë, nanaja 3 muaj ditë nuk e ka ditë që jem unë në ushtri, po kur e ka marrë vesh nana, i ka shku lajmi e nanës, nana kanë qenë, do me thonë qysh i kanë debu pe Kosovës, qysh na kanë debu, se biografia jonë është pe luftës 2 botnore vina na pe Toplisës, pe Mollës Kuqe, e Serbët e kanë provu apet qatë sistem, mi largu shqiptarë, do me thonë, po atë qëllim si ja kanë arrit, edhe nana e ka marrë vesh mas 2 muajve që unë e kom vesh uniformen, edhe kur jam dëgju në telefon, unë pe Shqipërisë me nanën, nana ka qenë në Macedoni, janë gëzu shumë, që e kanë ditë se njerë kanë menovë që më kanë vra mushkit, jam i vranë, po kër e kanë kuptu që jam gjallë edhe me uniform të që kësë, nana thot kur gëzim matë malë s'kum një jetën të emë. Se e kom ditë që tash ju ke këndërvy Serbis edhe
ja ke kthy pushkën Serbisë edhe mu kanë vrarë, më ka thonë nuk ka pas kurfar problemi. Edhe më pas Vra problemi. Problemi, po. Se e kum ditë për çka po lufton për tokën shqiptare. Domethënë nonat shqiptare janë të jashtëzakonshme dhe patjetër që kanë qenë mbështetja më e madhe e gjithë ushtarëve të QK-s. E vërtet. Ka pas frikë dhe gjitha këto, po prap ai vullneti për me çliru vendin ka qenë jashtëzakonshëm. E vërtet. Po baba Bacagin, çfarë tha baba? Edhe baba nisoj si nana edhe ai e ka kuptu, qatë ku e ka kuptu. Edhe baba deri sa e ka kuptu ku gjinde çfarë cilën uniform të QK-s e kum vesh, domethënë baba ka pas një kënaqësi shumë të madhe që ju kum bashkangjit QK-s, edhe domethënë edhe ai mos ka pas brenga të mia. Apo na flet pak për ditët e kur ke qenë domethënë polici ushtarake, çish janë kanë ditët e juja, në atë kohë, çish nis keni ditë? Unë kum vepru reportin ushtarak Raga, Bajramsur. Unë ato kum vepru, do me thonë një kohë, ato jena me logjistike, me tonat edhe ato kum pas një rast, po ta tregoj kur na kanë sulmu shkit, një mëngjes, në ora dikon 4, me raketa, e kena pas ja 200 metra, 300 zbesoj, kena pas Golinovin. Edhe krejt ushtar, do me thonë, jënë strehu, në përvena pak ma sigurt, unë i vetëmi që muj me dëshmu edhe fotografia që është, jam shku në Golinov edhe kom prit aeroplanin e serbëve, mos po kthejet edhe njëherë me sulmu. E kom prit 2 orë, kom nejtë në Golinov, ka qenë një shtëpi e vjetër, edhe qato e kom prit në natyrë, do me thonë të hapne, zonë të hapne, e prisha mos po vjen edhe njëherë mos po sillet, e na ka sulmu, ato na ka ru zoti, për ja 50 metra s'ja ka qellu në repart ushtarak, që dikun jena kanë 200 ushtar ato. Me na vrat të gjellëve, po s'ja ka qellu për pak, edhe na ka pështu i lumizet. Po edhe ti shumë i guximshëm, ku e gjesh atë forcë në ato ditë? Të gjithë ushtarët e QK-s, edhe gjithë femnat që janë kanë në uniform, ato motra tona janë kanë të guximshme. Në atë moment njeri është i guximshëm shumë gjithmonë kur e dim për çka po lufton, për drejtat e tua, të një popullit tënë, po sidomos kur e vesh uniformen, do me thonë je edhe ma i guximshëm, se e din një qëllim ku do të me mëri. Edhe na e kena mëri atë qëllim, është liru Kosova, kështu të gjithë janë kanë të guximshëm. Pe ushtarit thjesht deri te ai komandanti kryesor. Po ma të guximshëm e kena pas komandantin Gjeladin Gashin Plakun, që kam respekt për familjen e tina edhe për komandantin Gjeladin Gashin Plakun. Ai na ka frymzu, ai na ka dhënë vullnet edhe ma të madh, sari e na taku, po ta tregoj një shembull, nashta e ke dëgju edhe për tjerëve, thej ke o djallë, çka po dënë që të ecë që merre veç kry punë ecë, o kanë shumë njeri mirë, kurs na ka pengu, veç na ka dhonë vullnet ma të madh. Çka i kena kërku na ka dhonë për armatimet e qëtu, çka na ka ndesh neve. Çka kujton prej Gjeladin Gashit? Gjeladin Gashin, Se harran as në këto ditë, domethënë. s'moj me harru për herë të parë, me rasim përgjegjen, edhe mos shehon jena shku në Krum. Edhe ato jena shku kena ulltu, do me thonë, dikon 5-6 orë, edhe kena mëri ku ka qeni stacionun Gjeladin Gashi Plaku, edhe jena hi, kur jam hi për herë të parë, kur e kum pa një burë në Zotin, një burë patriot, kur kum dëgju fjallët e tina, shumë një burë patriot, edhe sum hi e këtë ndërmend, kur për jetë, e shumë pytje një snajper, ku në shkive javë kësha marë, edhe ja buna një pytje, thash Plak, komandant, thash qështu po ma lyp një shok i jemi, thash a mi e dhonë, tha po, tha gjem, tha jep ja me në reni s'ka kur far problemi, se na i kena respektu shumë komandantin, edhe kështu që kanë qenë dikun gjysore, veç sët e majnë men hala një njeri shumë i mirë, një njeri patriot, edhe kështu që kam respekt shumë të madhë, edhe për familjen e tina, Lavdi Plakut, se ka vdek mas lufte, ka lanë vepra shumë të mira, edhe është kënaqësi për mu që jam kanë ushtar i Gjeladin Gashit Plakut, edhe bashkë me këta shok. Qa ishe thanë sot, ti shkon? Ti shkan gjallë Plaku sot, une, jo që po thëmë, po une ma shumë kam respekt për Plakun, se ndoshta, po më janë shumë keq me thonë, po për krejt Kosovën, kam një respekt veçantë.
Se me pas një udhëheqës mirë në luftë, që të udhëheqës mirë, e të respekton si fëmin tënë, do me thonë është shumë, do me thonë e madhe është. Po të njëjtën punën e, do me thonë të njëjtat këshillat Xheladin Gashit, tani kum kuptuar kur jam kanë udhëheqës i stacionit policisë ushtarake në Besi 06, do me thonë njëjtat veprime i kum respektuar policinë ushtarake, ata ushtarë që kum udhëheqën gjatë qasaj kohë, do me thonë, dhe bo transferimi u që kësën të me kë, dikon 4 muaj e kom majtë stacionin e policisë ushtarake, unë e kom respektu njësej. Pe plakut veç kom marrë që shtë në shkollë, në ka dhonë shkollë neve, për patriotizm, o kanë Xheladin Gashi plakë. Edhe ti sot je shumë i njerëz dhe nuk ka harruar. Po, jo për jetë. Jo për jetë. Komplet lavdi të gjithëve aty në dëshmorët kombit edhe komandant plakut Xheladin Gashit. Pasagim, cila ka qenë nota ma e gjatë kohës luftës? Nota ma e gjatë ka qenë një natë po ta tregoj për herë të parë juve, si televizion edhe ty si gazetare. Dita, do me thonë, kur Hajdar Besha, dikon mujin, mos gaboshat 4 atë 5. Ka thonë agim pregaditu se po hina për Kosovë. Sante kena me hi për Kosovë. Hajdar Besha, begeriza komplet. Po, me siguri, Hajdar Besha i ka udhëheq qatë grup. Edhe unë jam pregadit krejt komplet, per ragamit, se na jena hi edhe ma herët të shpija Hajdar Beshës unë Molliq, unë Gjakov, kena ljeviz 5-6 herë me ta kena shumë armatim, po në mujën e 5 a mujën e 4, si jam fërti sigur që ato, ka thonë pregaditu se sante kena munis për Gjakov me shku për Molliq. Jam pregaditu në krejt, edhe kur kum rri me fugon jena shku, kur kum rri në Bajram Currë në qytet, në Bramje, tha agim qëre, tha, une sante tha po nisna me qitë grup, qitë grupin e 2, tha, e kish bo lisën, tha, në grup 2, tha agim, tha, të pres në Molliq, tha, une, më rri në Molliq, tha, të pres, tha, ti kimi udhëheq qitë grupin e 2. Thash, okej, edhe, qysh ka thonë Hajdar Besha, që ashtu jam këthyjone. Ka thonë, shko këthev, atje ku jem pik edhe jam këthy, edhe, tash, nata ka qenë shumë e gatë për mu dhe të më rri një lajmë që a ka më rri qysh ka shku. Kur jem qu me izbalin të pejes, me qitë shokun tem, bashkë luftetarin, jena qu me veshgu kufinin, në Arnit Duriqi, nga Trëpuja, Bajram Curri, a i ka punu në spital, ka udhëheq, do me thonë, ndimen e shpejt e ka vëzit, na jena konë të shku, na ka nalë. Tha, o agim, tha, na një pak jom nalë, tha, e dindë që Hajdari pram janë në ranë mina, tha, me begun e me atë grupin, krejt janë në ranë mina. Tha, qka avni, tha, shku është Hajdari, a ka pështu, tha, është në spital. Ku në spital, në Bajram Currë, tha, sharejko. Na e kena këthy kjerën, masa Arnit Duriqit, ka kanë me një shok tjetër, e jem shku në spital, kur jem shku në spital, diçka qka është shumë e dhimshme, jem hi në spital, mjeku së më ka lanë salë spital, ka thonë agim mos he. Na me atë Isa, tha, jo do të me hi, tha, Isa do të me hi, thash, doktor, une po du me hi, thash, vesh me po, Hajdar Beshën edhe ata shok qysh janë, çfarë gjendje janë, tha, jo s'bën me hi, thash, lutna, do të me hi pa tjetër, edhe i kum shty dyrt, jam hi, e kum pa salë Hajdar Beshën, krejti plagosën, me tesha, me uniform, krejti plagosën salë, po i kum afru nga të thash, Hajdar, shqyqër zotit pas ke pështu, tha, po, kum pështu, mos u brengosni për mu, po vazhdojnë, tha, ju rrugën, tha, unë e mirë, tha, jem, edhe mas 4-5 orëve, ardhë helikopteri për herë të parë, Bajram Currë, e ka marrë Hajdar Beshën, është drypën në bërë të spitalit, Bajram Currët, edhe Begu, si sot pun kujtuat, shumë e dhemshme, Begu ti kumë thonë se edhe Begu ka qenë, begeriza i plagosën, ju kumë afru nga të, se na policia ushtarake ja bëjshëm terenin, ja sigurejshëm helikopterit, se akon helikopteri ushtarak për Tiranës, ja kumë bo, Beg tha shqype dhe ti, tha, jo, tha, unë jam mirë, tha, nuk hypje, tha. Veç Hajdari e kanë marrë edhe një tjetër, edhe i kanë qu për Tiranë, edhe shqyqër zotit kanë pështu, janë mirë. Kjo ka, për mu ka qenë të rëndësise kër e kom pa Hajdarin, e ma qef kisha pas me qëllu edhe une me ta, po mu zotin jam ka pështu edhe Hajdar Besha 2 pa u plagos qatere. Do me thonë, që më ka thonë, re, hajde me grupin tjetër, e falenderoj shumë, edhe zotin edhe Hajdarin, edhe shqyqër zotit që kanë pështu edhe ata djem krejt. Këto ditë janë shumë të vështira, po prapë çka më met mu në kokë është që qysh s'ka shëdoni.
pse keni këtë fjallë, qa që madhe ka qenë kjo dashnia mes njëri tjetrit edhe e keni pas gjithë shka bashkë luftar, do me thonë, mes vete. Qëre gazetare, Se na ka pas raste që shumë ushtarë të që kësë kanë thonë pse edhe unë nuk deka për këtë vend si krejt bashkë luftar. qëre, na bashkëluftetarin e kena pas ma tafërëm se vllon, që nana e kena penanës, do me thonë. Do me thonë, rreziku më i madh është luftë kur je me një bashkëluftetar, se kena pas edhe femnat Maqedonisë ka pas, tash mos ja hupi, edhe të rrëjë shqiptare tjera, për neve janë konkret njësej. Se do me thonë, je në front ti, me një bashkëluftetar, me një person, ndoshta Gjakov ose Peje, nuk e nje heq, ajo është ma jafërm se vllau është, do me thonë. E kështu që to e kena na të luftës, e kena pas një afërsi shumë të madhe që kena respektu. Edhe ata djemë që janë ardhur pe jashtë, se edhe unë jam ardhur pe jashtë pe Gjermanie, kum jetu në Gjermani, kum lanë në Gjermani, kum kontribuaj jam ardhur, do me thonë, e na jena kanë shumë të afërm, edhe kështu gjithmonë do të me kanë njerëz të luftës, edhe çka i këshyrit të filma që janë shumë të afërm, shoku me shokun, edhe janë të afërm, që çështu fitohet lufta kur janë të përbashkët, edhe kena një respekt veçantë, sidomos për ata njerëz që janë ardhur dhe kanë kontribuar shumë pe jashtit, edhe na bashkarisht me ta, edhe të gjithë ata që kanë kontribuar. Po, a ka pas ndonjë rast ku një prej bashkëluftarëve tu të ngushtë ka rënë dëshmorë dhe që shemur Po. lajmin. Që shumë ndjevën ato. Po, unë po të tregoj bashkëluftetar kanë rrasë shumë. Bile kam edhe një fletore që kena marrë pjesën në varrime në Bajram Cor, po, kështu të gjithë ata, do me thonë, është dhimbje e madhe, kur e hup njeriu një bashkëluftetar, një shok, po njëri ndër luftetarit edhe njerëz ma patriot, më kujtohet Islam Berisha, që jam taku në Koshare, unë kanë me do shokë, kanë ardhë, edhe o kanë ardhën Bajram Cor, ku mlejtja 2-3, edhe ka vazhdu ardhë për Kosovë. A i ka vdekë mas lufte, një djallë patriot, një djallë kombëtar. Ka dhe shumë tjerë, në me thonë, e kështu që dhimbje kena në të gjithë, për luftetarë tonë, për shokë tonë, në me thonë. Po që shunive në momentin kur e more vesh lajmin. Shumë keq, shumë keq. Unë të kallëzoj këto dy raste, nuk muj me harru, një me Hajdar Beqen, që s'kum qëllu, kisha pas shef me qëllu me të, edhe me Islam Berishën. Këto dy raste s'm çlihen pe kokës. Jam dhënshme shumë. Qa më banë me në Islam Berishës? Islam Berisha, një patriot shumë i madh, një njeri që gjithmonë ka spjegu për bashkim kombëtar. I vetmi qëllim i Islam Berishës, betimi i tij, të gjithë betimi i jona kom për bashkim kombëtar, pa i gjithmonë e ka vazhdu qatë rrugë, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës, ka qenë një trim shumë i madh, edhe në fjalë, Islam Berisha e ka bajt edhe Kosovën e lirë, si lajmë për juve, se e din, do me thonë në për zonat luftës, në për Drenisë, ku ka pas nevoj, e ka pas shok në ngushtë, Hamz Behramin, bashkë me ta janë rrë dëshmorë, janë dëshmorë të kombisët. Islami gjithmonë theket do të me njekë rrugën për bashkim kombëtar, pa tjetër. Edhe respekt për ta, lavdi për krejt dëshmorët, e na do të me njekë rrugën e tyne, do me thonë, në farfor me bashkimi kombëtarëve që bo, na jena një popull, një gjak jena, një këmbi jena të gjithë, ku jena, do me thonë, kena një qëllim, qaj qëllimi i vetëmi është që do të me ardhe një ditë bashkimi kombëtar. Pasargim, po kthehemi prapë te pjesa e luftës. Cila ka qenë një ndër betejat më tegra ku keni qenë ballë për ballë me armikun, edhe që ndoshta mundesh edhe sa të mendon. Na kena pas beteja shumë të madhe, po beteja më e madhe ka në Koshares, do me thonë. E kështu që edhe kur janë ardhur të dhejo i kuq, shkit na kanë hi, gati në Bajram Cor kanë më rri, që ato kanë masë rreziku, kur i kena pa tenkat e shkive të ardhë, edhe ato e falenderoj ushtërinë shqiptare që na kanë bashkangjit, edhe i kena kthy mbrapsht, do me thonë tenkat e shkive. Që ato jena kanë dhëmë për dhëmë me ta, edhe i kena kthy janë kthy mbrapsht
tenkat e Serbisë shkive janë këthy mbrapsht. Aksione kum pas me Hajdarbeqen, do me thonë me komandantin, e njësis Luhanit, policisë ushtarake, është një snajper që ja kena marrë shkive, një jelek që ta dëshmojnë fotografi, kimi pa, do me thonë gjithmonë, kena rezeku shumë me këtë Izbalen, Rasim Përgjegje, Mus, Shehun, Islam Arifin, jena konë, do me thonë, kurs jena ndalë për çështje kombëtare, për ushtrisë lirimtare, për këtë vend më shliru. E kështu që edhe një do me javë kujtu juve, edhe kjo, të gjithat këto janë të vërteta, edhe një po të regoj që të amblema tu që kësë. Hajdarbeqa mi ka pru për herë të parë. Mi ka pru 200 copa, mi au shpërnda ushtarëve. Se na një kohë kena vepru pa amblema, do me thanë, në Koshare, edhe mi ka pru Hajdarbeqa 200. Çka është interesant, kur jam hi repart ushtarak Ragam, kanë nga ushtarët, kolegët e mi ushtarët, krejtve ja ku më dhanë. Ku me ndu një menal për veti, po kur e kom pa në dorë, s'kam asë një heq. Asë një s'm kam vetë, besok, e din ata ushtarë kush që janë kanë Ragam, edhe kom thirë Hajdarin mas gjysore. Thash, o komandant, thash, asë një amblem s'm kam vetë. Tha, gajle mëski se mas 2 ditë e ti bi, tha dhe tjera ti bi. E që ato e kom pa një kënaqësi shumë të madhe të ushtarëve, se uniformen e kam pas krejt, pa amblema s'kam pas. E kur i kam vendos amblemat, e kom pa dhe një vullnet ma të madhe të ushtarëve të UÇK-s. Po ti që shonive në momentin kër e pa emblemen e UÇK-s, çka ndjeve në ato momente, a më nëshme i ndodhe me neve ato emocionet e para? Unë besa kur mi ka lëshu Hajdarin dorë, veç më ka shku një farë kënaqësie edhe një farë respekti, që ato e kom pa, thash Kosova është liru. Se kom ditë që ushtarët e kanë uniformen, po kur të vesh edhe amblemen, do me thonë e ka vullnetin edhe njëherë ma shumë. Edhe po ta jap amblema një ndjenjë tjetër, bravo. Kështu që kanë kënaqësi shumë e madhe edhe respekt për ata njerëz që i kanë kepe, që na i kanë sjellë, do me thonë, kanë respektin shumë të madh. Edhe po shihet që prap edhe tash kur po flet, po i ki ato emocionet edhe po të mbushën si fletat. Shumë e vërtet. Që të kujtohen herë pas. Shumë e vërtet, po ndoket si sot aja ngjarje, po ndoket. Është shqyr që kena edhe dëshmitar të gjallë, e ata që kanë vdek lavdi, e respekt për familjet e tyne, po ata që janë gjallë e din çka po tregojone, kjo ngjarje është shumë e vërtet. Basagem, cili ka qenë një prej rasteve ma trona që ka ndodhur gjatë luftës edhe që po flas për ty edhe për gjithë ushtarët e UÇK-s që kanë qenë, po që o ka thys zemrën, po dhe të njëjtën kohë ju ka dhënë shumë forcë. Një moment, një rast, ndoshta një ndër masakra, veç është bë. Çka mban mend? Qëra unë maj mend shumë, po do mi cek. E dhemshme është kur dëgjon që janë vra ushtarët e tu, shokët e tu, shembull. Për mu ka qenë e dhemshme kur kum dëgju për Agim Ramadanin, kur kum dëgju për Salje Qekun që janë vra, kur i kanë pru që janë varrosur në Bajram Cor, që ka qenë shumë e dhemshme. Kur të vrahet komandanti, shembull, tani edhe ushtarët një farë forme, pak vullneti, ju hu, po të na s'na ka hu vullneti, veç na ka ngrit vullneti, do me thonë, se kena vazhdu rrugën e tyne, kena vazhdu, plus edhe shok tjerë, që kjo kanë e dheshme, e tjetra, do me thonë, që një farë forme jena gëzu, e kena pa, kur kena mëri me shliru Kosovën, kur e kena fitu betin e Koshares me Serb, që atëhere jena gëzu se kena ditë që kena qelë kanalat për me furnizu me armatim non-stop, do me thonë Kosovën me armatim. Edhe të kishë vazhdu lufta edhe ma shumë, s'ka pas kur farë probleme. Masakra e Sharajve, masakra e Reçanit. Po, aja është e dhemshme. A e mbon me ditën kër i ke marrë vesh, kër i keni marrë vesh të masakra? Po, është e vërtet, kena marrë vesh, ato jenë kanë shumë dhëdhenshme këto masakra, edhe këto s'harrohen për jetë, e tu i menuna që ato masakra që na i kanë bërë shkit, na kena marrë tani vullnet mas shumë me liftu kundër tyne. Do me thonë, këto jenë masakra shumë dhëdhenshme, edhe s'harrohen për jetë. Falë gjakut tyne,
edhe fali ushtarëve trima, na jena shliru. Na e Maluk. Naim Maluku ka ardhë diku në maj me 20 ushtarë. Edhe ushtarët kanë qenë shumë gjendje të keqe, janë ardhë pe Dugaxhinit, e Bajram Cërën Trëpove, jam dali kom prit Naimin, ka ardhë në 2 natës Naimi, edhe ishin kanë lodhë shumë Naimi, edhe pyeta, thash komandant, çka duhet me ndihmu, tha, kena nevojë, tha, për me hangër, me pise, tha, shumë gjendje të keqe jena, e kom thirr Haredin Supin, e kena pas kuzhinier, 2 natës o që Haredini, ja ka pregadit bukën të gjithëve, edhe ushtarëve, edhe Naimit komandantit, edhe kam respekt për Haredin Supin, o kam kuzhinier shumë i mirë, kështu që kena kalu shumë mirë me të, edhe e kena përcjell edhe Naimi, dhe më thonë, tani mas një kohë Naimi ka qëndru të na ato, tani mas një kohë këthuj apet në Dugaxhin, jena këthuj komplet të gjithë, kështu që në gjendje shumë të keqe janë kanë ushtarët në atë kohë. Basargim, a mbon mend ndonjë ditë gjatë kohës luftës ku keni mbet pa armatim, pa ushqim, pa mjete? A ka pas në momenti? Nuk ka, në Koshare nuk ka pas, do me thonë se Koshare kena pas mjaft armatim, do me thonë nuk ka kanë ai problemi armatimit, as i ushqimit nuk ka kanë shumë problem, po mas problemi ka qenë në Kosovë. Do me thonë, na gjithmonë mendimin, qysh me sjell sa ma shumë armatim, sa ma shumë ushqim, për kolegë tonë, për popullsin, për krejt, me depërtu për Shqipërije, i vetëmi qaj kanal, o kanë dhe me thonë, nga Shqipëria për Dugaxhin, edhe me sjell në Kosovë. Kështu që nuk ka kanë për të na nuk ka pas problem. Po a ka pas në i moment ku e keni ndje, ose keni mendu që luftën po e humbim? A din ka qenë shumë rrezik diçka që keni qenë? Jo, na asnjë moment s'kena ndi atë. Shkak se Po të kuptoj. Ushtria serbe ka pas Po. shumë armatim, shumë ka qenë shumë e fuqishme kundrejt ushtrisë. Po, shumë e vërtet është, po falë Zotit, edhe falë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe NATO-s, që na kanë ndihmu, neve, edhe kena fitu na luftën. Se na kanë në rrugë drejt na, e kena pas një qëllim drejt, me shtiliru popullin shqiptar. Do me thonë se jena kanë të kupun 100 vjeçare ma shumë, peserve. Edhe jena kanë rrugë drejt, për drejtat tona. Kështu që neve na kanë nimu të gjithë aleatët tonë, që s'do të mi harru kur, edhe gjithmonë do të mi respektu, edhe mi faljenderu. Sidomos Amerikën, Anglin, Gjermanin, krejt, do me thonë të gjithë na do të mi faljenderu. Se pa ndimin e tyne, shtira kanë mu fitu lufta. Edhe kështë gjatë edhe ma shumë, po falë Zotin që NATO edhe Amerika në kanë ndimu. Basargim, kush ka qenë krahu i djathtë gjatë kohës luftës? Krahi i djathtë gjatë luftës kanë qenë që ta shokët e mi, që jam kanë me që të peshen, që të regova. Hajdar Beqa, Is Bala, Rasim Përgjegja, Mus Shehu, Islam Arifi, plus kanë qenë edhe tjertë, po kërkoj falje nështë apo i hinë hak që s'pja për mene emni, po të gjithë për mu kanë qenë ato, qka janë kanë ushtarë, të gjithë janë kanë krah djathtë, edhe besoj edhe ata mu më kanë pas krah djathtë, edhe ndihim që ju kom ndihmu, qa kom pas mundësi. Këtu i kemi edhe një fletore, që është prej asoj periude, që kemi na folë te, Po. çka ka këtë fletore? Kjo fletorja është dëshmorët e kumbit të Koshares që janë varros në Bajramcur, varrezat e Bajramcurit. Edhe kjo video i Po. përkat viteve të 99. 99, po të gjithë ata që janë varros, në 12 të 4 99 na me blerim thaqen, një ushtar shumë i mirë, që ka najtë gjithmonë vitë frontit, me Minohelsën ka najtë vitë frontit, blerimi, bashkë me blerimin, janë këto emrat të gjithë dëshmorëve, janë Duke fillu prej Agim po- Ramadanit, po Agim Ramadanit, Sali Qekut, do me thonë të gjithëve, këta që janë me pikpytje, nuk
nuk ka, s'kena pas informacione as emen, janë, do me thonë, Dëshmorët edhe dëshmorët. janë Vendet ku dëshmor janë varros. varros, po. Dikun janë 102 dëshmorë, këtu janë edhe tjerë, do me thonë, që s'kena mujtë, si kena ditë emrat edhe mbi emrat, do me thonë, kjo fletore është originale, do me thonë, pe 99-ës, është originale, me Blerim Thashin, jena shku edhe i kena shenu emrat, edhe sot kjo fletore ekziston, do me thonë, të gjithë i kanë emrat këtu. Qysh arrite me rujt këtë fletore? Këtë fletore edhe shumë dëshmi edhe gjana tjera gjatë asaj periudhe ti Po, ke kam. arrit me i rujt. I kom ru edhe i ru apet sot, edhe për herë të parë e publikoj këtë fletore, kam edhe dëshmi tjera, do t'i publikoj në të ardhmen, po nuk i publikoj të gjithat, i publikoj pjesë me pjesë. Kështu. E qysh ndihesh ti Batagim sot, 26 vite pas, kur e shat fletore? Kjo fletore për mu, Shkak se po, pak e po, dhëmshme, shumë është e kanë qenë dhëmshme, dëshmorët e kombit. edhe sinqerisht po ju thëmë, po më doket që sot jam me Blerim Thashin, të varrezat e dëshmorëve të i shenu, të shku të gjithë i varë i dëshmorit edhe të i shenu blerimi kadale, të i shenu emrat, mbi emrat edhe ditëlindjen qysh i kanë vendos të vorët. Edhe kështu, kjo fletore për mu është shumë e çmueshme. Kështu e ruj këtë fletore, edhe besoj që një ditë do të dhuroj në Muzeun e Kosovës luftës ushtrisë lirimtare. Kjo kartela jam është e policisë ushtarake, ku ma ka dhënë Xheladin Gashi plaka. Edhe këta e rumë Po, pjesë, këto, edhe po e ruj, do me thonë e kam kujtim policisë ushtarake. Këto e kam për shtabit përgjithshëm. Agim Pllashniku, do me thonë 00050. Këtu mbrau pa shkruan numri e pror në policinë ushtarake, kur kom pas transferin e UQK-s, do me thonë transferin për shtabit përgjithshëm, zonën operative të Llapit. Këtu në shkrusa Xhavet Sadrio, në e pror shumë i mirë, i respektueshëm, edhe kam respekt që ma ka nënshkru Xhavet Sadria. Këto janë kartela korpusit, dyjat. këto Batagim kemi edhe foto. Edhe mos ju jes bërgjë diçka. Këtu është shtabi përgjithshëm, kur i jep komandës zonës operative të Llapit, zoti Agim Pllashniku me detyrë funksionale në policinë ushtarake, do të thonë nga data 27/6, nga ora 10:30, caktohet përgjegjës në postën e policisë fshatit Leban, kaluar në bashkësinë e komandës zonës operative të Llapit, në nënshkrimi Azem Sylla. Komandanti, që kam respekt shumë të madh edhe për Azem Syllën. Prishtinë data 2/7/1990. Po, edhe këtu i ruj. Këtu është një tjetër vendim. Qeveria e përkohshme e Ministria e Mbrojtjes, zotit Agim Pllashniku me detyrë përgjegjës i postës do me thonë sektorit policisë ushtarake, në policinë e Lebanës, i lejohet të mbaj armë të lehta duke mbështetur në akt marrëveshjen e UQK-s me NATO-n. Kum pas edhe leje për armatim të lehtë. Do me thonë, Ministri i Mbrojtjes Azem Sylla në shkrimi tina. Edhe ti sot i rumë. I ruj, po këto i ruj shumë edhe... Edhe blavët. Po që shka arrit me... Këtu është autorizimi, i këtij autorizimit, do me thonë autorizim për kryer të gjitha punëve të shërbimit të sigurimit publik dhe bazë të ligjit për punë të brendshme të Kosovës. Komandanti Muhamet Latifi, respekt për ta. Dhe ai një komandant shumë i mirë, një patriot shumë i mirë. Këtu aplikacioni, kur e kena mush, do me thonë, policia ushtarake, njësia Luani,
komandanti Afrim Goqi, Dugagjen, këtu komandanti i shtabit përgjithshëm në shkrimi i tij origjinal Azem Syles. Edhe Hajdar Beqes, komandanti i policisë, i njësisë ushtarake, policisë ushtarake. Të gjithat këtu i ruaj. Nostalgjie po t'japin, po besoj. Besa që Po kthehesh prapë. që 26 vjet hera e parë që i shpalosi këtu, prezent juve, një respekt shumë të madh ndaj juve, ndaj televizionit ju, se këtu nuk i shpalosi une, po për herë të parë po ja shpalosi juve, edhe populli shqiptar të din. Ki dëshmi edhe fakt. Kam dëshmi edhe të tjera, po me kohë do t'i shpalosi, kështu që ndoshta do armiq edhe do njerëz tjerë do të rënditen, po besoj që janë këtu për çështje kombëtare shumë të vlefshme për shtetin tonë shqiptar. Falenderoj për zamës që i ndodhën me ne. Patjetër. Pasagem, këtu i kemi edhe disa foto që i ke përzgjedhur. A mund të shmenaj komentu këto Po. fotografi? Kjo është fotoja kur e kena marrë stacionin e policisë ushtarake unë Besi, ku kom qenë unë komandanti i policisë ushtarake 06. Po. Mustafa Vokri ka qenë zavenci jemi. Ky është një xhep që kena lëviz në për Bajramçor, na ka dhënë dhurat shteti shqiptar. Këtu ka qenë një bashkëluftetarit tonë, do me thonë një binakut, nga Gjakova, një luftetar shumë i mirë, i respektueshëm. Këtu jam me bashkëluftetar të mi, krejt, bashk, në Koshare, unë jam këtu në qysh, ka pas Preshev, Bujanovs, Macedoni, krejt të rëv shqiptarë, ka pas pe jashtë, Gjermanisë, Amerikë. Edhe këtu me bashkëluftetar, do me thonë, Besimi i Prizrenit, Pejes, Haret Den Supi që ky kuzhinieri, këtu është, që e përmena pak ma heret, këtë mesin tonë është. E këtu jam unë me Gulinov, për rasin ma heret që i folja, kur na kanë sulmu shkit, këtu është hapësirë e qelne, do me thonë, kur na kanë sulmu shkit, unë 2 orë kom prit këtu, shkit mos po kthehet aeroplani, dikun 50 metra, për pak që s'ne ka rrok repartin ushtarak, ku jena kanë 200 ushtar, unë kom nejt 2 orë si policë ushtarak, e kom marrë atë përgjithësi që unë me shku edhe me prit apo kthehet. Me qënë se me kanë të rjek vrejtjen, krejt bashkëluftetarët, mos e rri, unë kom nejt 2 orë. Qatë shtyju, të nale me pak taj moment, Po. qatë shtyju me nejt? Unë kom pas dëshirë me nejt, se kom pas që rreziku është shumë i madh, po kom pas dëshirë, thesha, inshallah vjen e rëzoj aeroplanin e Serbisë, edhe qaja ishtë dëshira me madhe jam me rëzu një aeroplan të Serbisë. Qatë dëshirë e kom pas. Edhe të shavra që atu s'ka pas problem, po e kom prit me një vullnes shumë të madh që po kthejt, po s'u kthy. Do me thonë veç ne ka gjunë një bombë edhe më o largu nuk o kthy. Se ke logarit të tek. Ja, hiç s'kum llogarit as pak. Se unë kum nga pe reportit ushtarak, unë kam pa shok, kum nga dej atje edhe e kum kap Gulinovin. Këtu jam une, që të antiplom, ja kom marrë ushtërisë të Serbisë, do me thonë gjatë luftime, më Koshare, ja kom marrë une, dijet, shifet mirë, që është antiplom i Serbisë, shkive paramilitarëve Serbë. Këtu jam me një bashkëluftetar, shumë i mirë Gjevahiri. Gjevahirit, paramilitar serb, ja kanë mytë 2 vllazni. Edhe o kom betu këtë që të nxjerri gjakun e vllaznive, edhe kom pas shumë bashkëluftetarë shumë të mirë, edhe besnik, edhe e kanë nxjerr, për 2 vllaznit e kanë nxjerr, do me thonë e kanë nxjerr hakun Gjevahiri, kanë nxjerr ky hak edhe për krejt shqiptarët, po për 2 vllaznin mu ka kom betu, tha agim, tha kom e nxjerr, tha hakun e tyne, edhe unë i kom qëndru për mas, dhe e kanë nxjerr hakun e tyne Gjevahiri. Ndalemi pak të Gjevahiri. Nga ka qenë? Gjevahiri i Tripojës ka qenë.
Prej Tropues, Tropues. çfarë bën mend në ato biseda që i keni pas bashkë me Xhevahirin? Çka bën mend? Xhevahiri, kështu në pamje, ma çreke mallin, edhe ka pas një lëvizje, si me armatimin e ka njoftë shumë mirë, muj me thonë ma mirë se çdo ushtari, s'pa thonë si krejt, po ma mirë se shumë ushtarë të qykës, ka mësu shumë për armatim, dë gjëra, edhe o kanë trim, edhe fizionomin e trupin e kështu, e ka pas edhe figurën, edhe flokët e mirën si Adem Jashari. Edhe o kanë shumë patriot i madhë kanë. Dhe me thonë, pamjen e ka, si Adem, komandanti ju në legendar Adem Jashari, pamjen e ka si të Adem Jasharit, edhe trim qashtu ka Po qenë. kur folje me Xhevahirin ato ditë, domethënë, qa thoj ke Xhevahiri? Pse vendosi me ardhë dhe me luftu domethënë për Kosovë? Qëre, na kena pas djemë shumë Po, nga Shqipëria që kanë liftu për Kosovë. Edhe o kon betu, tha, deri në fund, tha, me juve, tha, ku me shkel, tha, Prishtinën, kena me him Prishtinë, tha, të liftu, tha, zndana. Edhe ka pas vullnet edhe ma të madhë, tani ju ka shtu vullneti edhe ma i madhë, plus dy vllazni të vranë, dëshmor, do me thonë, po Xhevahiri o konë shumë trim i madhë o konë. edhe deri në momentet e fundit jetës ti, ai nuk ka dek pa e nxjerr hokun. Ja, e kanë zjerë, ja, të gjithë, edhe të vllaznive të vetë, edhe dëshmorëve tjerë. Kombit shqiptar, po e kanë zjerë Xhevahiri, unë e jam konë krah i djallëtit tina. Këtu është marshi u qykës në lapë, 99. Unë e jam tesha të zeza, uniform të zezë. Këtu është Rustem Dragusha, një patriot Knena, do me thonë që gjithmonë ka prind demonstrata këtu në për Kosovë, shumë patriot i madhë, me logjistik i ka nimu shumë u qykës, ku ka pas nevoj, këne për këto zona, Lape, Gollake, gjithkun i ka nimu. Unë jam këtu. Tu jam me Hajdar Beqen, me komandantin policisë Luani, policisë ushtarake. Po për Hajdar Beqen, ndeshta me undar pak, për shkak se ti folje me shumë respekt dhe me shumë dashni për ta. Sot besoj takoheni edhe. Po kur i kujtoni ato momentet e luftës, cili ka qenë një moment ku ndoshta keni qenë përballë rrezikut, po prapë keni qenë bashkë? Po, do të tregoj një moment kur kena pas një aksion ndaj forcave serbe, ju kena dal një prit, që s'kam nevoj me ceku. Hajdar Beqa më ka thonë, tha jo, tha kem nuk bën këto, se tha këto është shumë rrezik. Thash bashkë që është rrezik, Hajdar Beqa po kom qef. Tha unë të përkraj, unë më ki për mas, edhe kena kryu aksionin shumë mirë, edhe krejt armatimin që e kanë pas ne, 5-6, kanë qenë 5-6 paramilitarë serb, ja kena marë, edhe kështu që rrezikun më të madh kena pas që atë. Nuk ka i vetë me aksion, kena me Hajdar Beqen shumë aksion e tjera, po qëtë aksion e kujtoj edhe konë shumë rrezik, po e kena kry shumë mirë. Kështu që e meriton këtë djallë, shumë meriton Hajdar Beqa, se shumë i ka dhënë luftës, edhe i plagosën o shumë, Hajdari, kështu që edhe një familje rrjedh nga një familje shumë patriotike, babe, babgjysh kanë liftu për Kosovën, e kanë mbrojt Kosovën, edhe krejt familjen e ka pas në luftë Hajdar Beqa. Komplet, edhe shumë kena hangër bukë në shpinë e Hajdar Beqës, se kena pas lëvizje për Shqipërisë, do me thonë Mollish, shumë armatimi o bajt për Shqipërije, ka orte familje Hajdar Beqës, e Hajdar Beqa e kanë shpërnda. Kështu të gjithë këta janë kanë luftë, edhe meritojnë shumë lavdat gjithmonë, edhe respekt. Këtu jam, unë të më kë, s'kom qëndru shumë të më kë, janë një mujdet, se tani kom kalun, jam kanë shefin i sigurimit. Këtu është Lumi, komandant Muhamet Latifi, une edhe kë shoku jam. Do me thonë, Muhamet Latifi ka qenë komandant i policisë sektorëve, të gjitha, do me thonë Kosovë, une jam kanë sektorin 06, a i ka qenë komandant, do me thonë, mas luftës, njeri shumë i mirë, njeri shumë i respektueshëm, një patriot shumë i madh, do me thonë Muhamet Latifi. Edhe një kontribut shumë i madh për luftën që ka kontribu. Qa më banë mend diçka prej periudës kur ke qenë pjesë të MK-s?
Unë në të më kjo kom qenë veç një mujdet. Dhe me thonë, maj shumë men kena pas një vullnet me bo një ushtëri, edhe shqyqër Zotit që qaj vullneti të më kjo s'ka vazhdu, edhe së dhe kena ushtërin, të e falenderu komandantin e Dugazhinit, Ramosh Haredinin, shumë, se s'folja për të, po du me folë, shumë një njeri mirë, një patriot shumë i madhe, krejt familja e Dugazhinit, edhe do më nalë pak, se une jem taku edhe në luft, jem kam bash luftetar edhe me Nasim Haredinin, po çka është më interesant, vllaun e Nasimit, Agron Haredinin, jem kam i pandashëm. Të gjithat për çështje kombëtare çka ekziston për të mirën e çështjes kombëtare, e kom bo me Agron Haredinin, që sot është dëshmor i kombit, Agroni, edhe kam respekt veçantë për familjen Haredinaj, e une jam kanë kraj djallët i Agronit. Shqyqër Zotit që janë dashur gjallë e din, kështu që respekt për Agronin sot është dëshmor i kombit, Agroni, e lavdi për të gjithë, edhe të gjithë atje. Agroni, një djallë patriot, një djallë që ka kontribu gjithmonë, një djallë që ka hjek për ish ati regjimit, kanë matretu shumë sërbë, edhe kur fol shumë me Agronin, ai ta jep një vullnet shumë të madh për çështje kombëtare. Edhe kur isha me Agronin edhe me dashuk që i ceka edhe më herët, besa që s'disha më tut, po çaq isha me vullnet të madh, edhe besa s'ka pas fuqi që më nal për aksione, për do punë të mira për çështje kombëtare. Agroni gjithmonë më ka dhënë vullnet të madh, edhe ka pas edhe respekt për mu, po edhe unë e kum pas respekt për ta edhe kum respektu shumë, se kum ditë që vjen nga një familje shumë e madhe. Edhe kum ditë që Agroni gjithmonë të këshillon për sene të mira, për patriotizëm, edhe të frymëzon për patriotizëm. Kështu që shumë jam kanë i lidhur me ta, edhe jam i lidhur, do me thonë, me familjet e tyne, se falë Zotit, një edhe familje tyne na jena sot të lirë, edhe familje tjera, dëshmorëve tjera, që kena rreth trojëve shqiptare. Shqipëri, Maqedoni, gjithkon, do me thonë, kena familje dëshmorëve. Edhe... A më bon me në momentin e fundit me Agronin, për shkak se po vejt që u emocionuar shumë edhe... Me Agronin e mojnë me në momentin e fundit, a i ka punu në post. Edhe te posta jena zatet, që ato edhe më ka thonë, tha agjem, tha, kur pe pina një kafe. Edhe a besa që atë kafe, s'ku mujtë me pi me të, tha shkur dush Agron, veç e ka qelë gjamin e kjerët edhe orne, tha kur pe pina, tha, se gjithë ma ka bo komandant, kur pe pina një kafe. Tha shkur dush, tha veç shumë thirë, tha shumë pi, tani arru ku s'muja Agronin, e më ka met pikun zemrë që s'ku mujtë me pi atë kafe me ta, kështu që a i lullat gjenetit, a i një jetë gjatë, na i jetë shkurt, kështu që respekt për kontributin e ti, se është një njeri që një ushtari fort, që ka dhonë shumë kontribut, edhe që ka lidhë shumë ura, shumë njerëz ka lidhë për çështje kombëtare. A i ka lidhë shumë njerëz për çështje kombëtare edhe për ushtërinë çlirimtare të Kosovës. Ti e përmend edhe Nasim Haradinaj edhe Ramosh Haradinaj. A ke pas në moment nështë me ta që sot e kujton edhe nuk e harron? Do me kujtu në moment, faleminderit që ma përkujtove, me Nasimin. Me Nasimin jena takun luft, në Koshare. A ka një moment, në spital të Ragamit, ose në spital Bajram Currit, jena taku me të që jem njeftu mas pari në spital qëtë. Ishar me vizitua dhe ushtar, edhe unë shkova me vizitu dikon, edhe, po ma bënë, thot, ushtar, thot, hajde që tu, edhe po afruna, tha, ma që të pajisje. Kish pas telefoni satelitor, që ka folë me të natës, edhe ma ka dhonë dur, se, tha, ty po kom qërë me të dhonë, tha, maja, e ku majtë një orë. Edhe besa, mas një orë, erdë e murë telefoni satelitor,
Se e di që nga policia ushtarake i kena që ato rregullat që duhet me pas respekt në sene, kështu që tani kum vazhdu me Nasimin. Nasimi ardhë në Ragam, ka pas respekt veçant për Shqiponja vëzeza, edhe na e respektoj shumë, do me thonë edhe ka shumë njeri kulturun, njeri patriot, që s'ka njeri ma patriot se Nasimi, se familja tina, se baba i ti që jo ka në të krejt gjithë, do me thonë, Haradinaj, e kështu që Po me vëllëzrit Haradinaj, Ramushin, Shkëtëzinin, Gjohanin, a ke pas naj moment gjatë asaj periudhe që më është edhe sot? Qëre, une me ata si jam taku, po me Ramushin, po me Dautin jam taku, edhe tash po të regoj, falë Zotit një, edhe Ramush Haradinit, na pejen e kena qysho mire e ma mire, se mos t'i shka Ramush Haradini, edhe do ushtarë tjerë, edhe pejen e këshon pas ndamë qysho kanë Mitrovica. Po na do të me falenderu shumë Ramush Haradinin, edhe do të me adit për respekt e për njerë, se gjithmonë Ramushi, edhe ne e ka bo ushtërin, tash fizikën, po edhe atëhere Ramushi, do me thonë e ka bo luftën qysho mire e ma mirë, edhe Ramushi, komandanti Dugagjinit, kur e dishëm që është Ramushi, komandanti Dugagjinit, neve na japshin, na vikën një vullnet edhe maj madhë, do me thonë, një respekt edhe maj madhë. Se kur e din që kush po të përin, do me thonë e kije një vullnet edhe matë madhë. Kështu që gjithmonë kena pas respekt edhe kena respekt, edhe kanë kontribu mas shumë të ata, do me thonë, familja Jashari, familja Haradinaj, Zahir Pajaziti, edhe Zahir, edhe të gjithë tjerë, po këtu janë familje për neve, shumë familje të shmungshme, shumë familje të mira, kështu që falë tyne, nëse dhe gëzojnë alirinë. A ke njoftë personalisht Agim Ramadani? Qëre, personalisht, une si figur, si person, kështu e kom pasë nga policia ushtara, o ke kena levis, do me thonë, në për venet ku janë kanë ma të rrezikshme, i kena bo përcjelljen, i kena bo veshgimin, i kena bo gjitha, qa ka pas nevoj, policia ushtarake që të detyra i ka pas. Une në Babin, thash njëherë, një mbledhje, një levizje e kom pa Agim Ramadanin, do me thonë, edhe Sali Qekun. Po kështu me nejtë, personalisht qysh po rri me ty, jo, do me thonë, se bëma kjo unë e kom qenë kërtë policisë ushtarake, dikush ka qenë atje mrena, i kena pas detyrat saktune. I kupton që ka janë policisë ushtarake, po unë e kom respekt veçant, e ka udheq luftën shumë mirë, edhe të gjithat i ka udheq mirë, do me thonë atë pjesë, o thy kufini, do me thonë shumë mirë, e ka pas programin shumë të mirë, ka arritat qëllimin, e kena arritat qëllimin me thy kufinin shqiptar, kështu që lavdi për jetë dëshmorve edhe komandantit, do me thonë edhe të gjithve, edhe Agim Ramadanit, edhe Sali Qekut, edhe gjithve ata ushtarë që janë ra për këtë shqiptare. Edhe gjithë familjeve që kanë ndonë gjithë shka për këtë... Qa kanë pas mundësi, e vërtet se pa ndimen e familjeve edhe të poplit, na s'kishë mujtë më shliru, edhe pa të Amerikës, dijet kuptohet aja. Po, prap pika e parë qizmja u që kësë, tha shumë mirë dhe të pëlqej shumë si shprehje. E ka thy kufinin. I ki edhe disa foto këtu. Po. Që... Kjo foto është në stacion policisë ushtarake 06 në Besit, i Bush Kelmendi, këtu është Avdullah Rostolli është, këtu do bashkëluftetar, këtu janë Selman Berisha i burgosën me bacin Adem Demaqin, ka qenë këshilltar policinë ushtarake të na ka këshillu basi Selman, një njeri patriot, një njeri shumë i mirë. Edhe mësus ka qenë shkollën e Prugovësit, i ka mësu fëmin. Shumë njeri patriot i mirë. Këtu është marshi i UÇK-s. Do me thonë, unë në Prishtinë. Këtu është komandanti Azem Sylla, këtu jam une, Mastina, Shëqërim Tina, Hajdar Beqa, Avdiu, do me thonë të gjithë jena, transferimi i UÇK-s unë të me këtë bo. Do me thonë, këtu është në 99-ën. Këtu i kemi edhe disa. Po. Këtu e kam një bashkëluftetar shumë i mirë, tash e dëshmor i kombit shqiptar Begriza. Në 99-ën jena një manifestim këtu, në stadion të Prishtinës, edhe në luftë
që ceka ma herët me Hajdarbeqen, janë kanë ranë mina, kështu që kam pas respekt edhe kam respekt. Edhe sot, edhe gjithmonë për familjen Begarizës, edhe lavdi Begarizës dhe krejt luftetarëve, do më thonë dëshmorëve të kombit shqiptar. Këtë fotografi sot për herë të parë për publikoj, për televizionin e ju. Faleminderit shumë. Është e dhimbshme për mu, kur e Mend diçka për Begriza, ndoshta një fjalë ose si çysh e përshkruan, çysh ka qenë ai si. në djalë trim, një luftetar pa fjalë, pak fjalë, po punë shumë. Për të kam e shkru historia, ma vonë, besoj, edhe keni me pa kush ka kam Begriza, një djalë shumë kombëtar, një djalë shumë trim, që s'ka ditë më tut. Për çështje kombëtare, ku e ke thirrë ka një gatshëm, s'ka pritu heq, kështu që respekt, lavdi për Begrizën edhe krejt dëshmorët, edhe respekt për familjen e tina. Një familje shumë e mirë, e respektueshme nduka gjën. Bon mend momentin e fundit. Po, me Begrizën jena konzatetën Gjakov edhe me do bashkë luftetarë, kena pi kafe, edhe gjithmonë për bashkim kombëtar ka folë. Do me thonë shumë një djalë i mirë, gjithmonë e ka pas në kry bashkimin kombëtar, edhe si ka pritu, heq qa ka për bashkim kombëtar, për çështje kombëtare, gjithmonë ka punu Begriza, do me thonë një luftetari 3 lufta, që ka marrë pjesë, një djalë trim. Këtu jam me të natës, veshgemi jena me të natës, tu i përcjell dë, në qytetin e Prishtinës. Po të krija në këto momente kjo foto. Kjo foto po më tregon mu shumë, se këtu e kanë një i natës, të më tregu një ushtar, të më tregu ku janë rreziqet, se hala ka pas rreziqen e për Prishtinë. E unë jam i pari me shokët mi që ja ku marrë me 11 qershor stacioni e policisë në Besi, edhe tani të më tregu mu ku është rreziku më i madh, ku paraqitet rreziku më i madh, se ka pas hala forcat serbe. Kështu që jena kanë bashkëpunim me ta, kena bashkëpunu me natën, do me thonë gjithmonë. Edhe gjatë luftës, edhe mas luftës jena kanë me aletët tonë ma të besueshëm. Edhe sot i kena, edhe i falenderojna. Këtu e kam edhe një foto, që është ti vetë tregona çfarë është kjo foto. Kjo foto është tokat shqiptare. Kur kena mëri, dikon do të me kanë mes Molliqit, duka gjen, edhe i kom lëshu armen, edhe konfesu me grosht, me dorë konfesu, thash Kosova u shtliru. Edhe e kom pa që populli jam më nuk ka problem kur për jetë, edhe gëzimi maj madh jemi o kanë, edhe kom marrë flamurin, edhe kom thonë shqyr Zotit, që i arritun qëllimin me shtliru Kosovën. Edhe Kjo ka qenë pikërisht ajo ditë kur Kosova shtliru. po, qaja ditë kanë do me thonë kur Kosova shtliru, për forca serbe, me ndimin e aladëve tonë, edhe popullit tonë. Që shëndjeve në ato momente, kur erdhi lajmi që Kosova është i lirë. Po të regoj gëzim ma të madh një jetë nuk kom përjetu. Një jetën temë. Edhe kështu që qaj gëzimi jam maj madh është kur e kom dëgju edhe e kom përjetu vetë në atë moment që jena shliru. E kom pa që shtojnë me sy edhe kom shkel edhe tokën, se na e kena shkel zisa herë, po do me thonë që jenë kanë të lirë. Edhe populli na ka respektu, edhe të gjithë do me thonë, i kom pa në ftyrën tyne një buzëqeshje shumë të arritshme, po edhe ka një dhimbje shumë e madhe që shumë dëshmorë kena dhonë për këtë tokë, do me thonë e kena pagu shumë shtrejtëna. Edhe nuk bën me harru populli shqiptar, kur për jetë, se kjo liri është e pagune me gjak. Edhe për jetë s'bën me harru, as generatat që vinë, as këtu generatat, as kërkush nuk bën me harru. Pasaj jem sa djem Kosovën e lirë. Çfarë ndjesie po t'ju jap, edhe qa po të thot fjala Kosova e lirë? Na jena në Kosovën e lirë, po respekti ndaj familjet dëshmorëve, ndaj veteranëve, ndaj
invalidëve të luftës, pak është harru. Njerëz që kanë kontribu, njerëz që kanë kontribu me mjete, populli, të gjithë, se liria nuk i ardhur edhe pa kontributin e mjetëve që kanë bli armatim ato, e i kanë harru njerëz. Një pjesë e tyne i kanë harru. Nuk bën me harru, se kjo luftë është që sa vjetë na 81 e ma heret, njerëz kanë mojtë në burg, basi Adem Demashi kanë mojtë në burg, të gjithë 81 në demonstrata, ka pas vrasje, gjithmonë shkit në kanë vranë, do me thonë, burgosje të gjithë, do me thonë, deri të që kjo rrugë na kena dhanë shumë për këtë Kosovën tonë, më liru Kosova jonë për një okupatorit shumë të egrë, që janë shkit sërbt, do me thonë. E kështu që na nuk bën mi harru këto hjekt për jetë, do të mja përcjell gjenerata, do të mju spjegu gjenerata, do me thonë që këtu Kosovë ka pas masakra, ka pas dvranë me mira, ka pas dhunime, ka pas tënat. E një pjesë e njerëzve i kanë harru qëtu, po nuk bën mi harru këtu, për jetë s'bën mi harru. Shumë e vërtet, për shkak se na sot e gëzojnë atë liri, po harru. Falë gjaku tyne. Qyshe kena pagu qatë liri. Shumë shtrejt e kena pagu. Sa e sa masakra, sa e sa fëmije, njerëz zhdukur gjatë asaj periudhe që hala sot nuk dihet ku janë, e sa dhunimet, gjitha i gjaka mendon që po vlerësohet sot sa duhet. Jo, s'po vlerësohet. Me bindje thellë thëmë, s'po vlerësohet. I kanë harru të gjithat këtu, i kanë harru. A dohet edhe njëherë me na përsërit diçka me e mëdhe, e mos mi harru kur na më, jo, s'ka nevoj më luft, më përsërit edhe njëherë. Po një pjesë e popullit i ka harru qëtu. I ka harru qëtu sene. Nuk bën mi harru. Dohet respekt madh për familjet e dëshmorëve, për veteran, për invalid luftës. Respekt madh. Mendon që ka orë këtë ditë edhe në atë kohë, a e keni mendu lirin në kohën e luftës? Po, na e kena mendu lirin. E kena ditë se me qatë qëllim jena hi, na për liri jena hi, për me shliru Kosovën. Na i kena ditë këtu, po na nuk e kena ditë sa zxatë. A na e kena ditë që okupatori serb ka më mundu çdo shqiptar që janë Kosovë, ose me largu ose me vra. Kena ditë që është një sistemi i Serbisë, ka një sistemi i egër, se ai ka bo lufta në Bosna, Kroaci, Sloveni, gjithkohë na e dina, do me thonë çfarë masakra kanë bo në për Bosnë, në për Kroaci, në për atë. Njerëzore. Do me thonë ata janë njerëz. Mi u thonë njerëz nuk e meritoj njerëz, nuk janë njerëz. Serbia gjithmonë Kosovën e ka sulmu. Do me thonë, pe 1912 gjithmonë popullin shqiptar e ka sulmu. Me të lëfar mënyre e ka sulmu. Kështu që na, populli shqiptar, do të më vedisu, do të me kthy pak trakën brapa, çdo njani ka përjetu diçka, pa marrë parasysh. Ka përjetu diçka për sërbe. Edhe do të me di që me respektu njani tjetërit, me respektu shtetin shqiptar, që e kena që të shtet, e kena ndërtu, do të me ru, jo me shkatëru. Sa gjema mendon që sot po shkelet gjaku i dëshmorëve? Po shkelet, me këqardhje, po thonë, po shkelet. Shkelet për aty në njerëzve, që e kanë kryt nga Beogradi. Se ata që e kanë kryt nga Shqipëria, kur nuk është shkelet, as nuk shkelet. Po ata që e kanë kryt nga Beogradi, po shkelet. Për fat keq, që për thëmë këtë fjallë, po më vjen shumë keq, po e vërtet që po shkelet, gjaku i dëshmorëve, që s'bën më shkel, se monet me na mallku gjaku i tyne, e me na përsërit edhe një luft, e me psuna edhe ma keq. Që është ma dhëmshme është se na kena luftu me një armek edhe i kena pas armikun edhe i keme ande Serbin. Po sot pe kem armek edhe njëni tjetërin, shqiptari, po vrojme për ditë, po është pak tem tjetër, po qysh njështi sot, kur dhe gjën lajme që tani që është ma keqja që e quin njëni tjetërin sërb. Kjo shumë keq është, po mas keqti është kur e din që një luftetar ka luftu. I ka lanë krejt mirat, shembull, ka jetun. Se keni mujt me ikë edhe jo, Po, shkët e shqip. shembull i ka lanë krejt mirat një shtet tjetër,
Për marrëm shembull, jo mu, po ka shumë tjerë shembull, ardhë për Amerikës, i ka lënë të gjithat, i ka prish me letra me krejt, ardhën koshare me liftu. E kena pas, mas shumë të na kena pasën koshare që janë ardhë djenë të mirë, që kanë lënë jetën luksuze, shembull e janë ardhë me liftu, e ka vesh uniforme, me liftu. Edhe ka dhënë pare atje, mjete, edhe tonat, edhe ardhë me liftu. Shembull edhe sot e marrin për gojë atë luftetarin, i thojnë gjithë shka po marrë është. Shembull. Kërkon asja ka ndalu me hinë luft. Shembull, na s'kena mujt krejt mu bo Zahir Pajazita, Adem Jashari, Ramush Haredine. Po dikush 5 muj, dikush 1 vjet, dikush 2 muj, e ka rrok pushken. Po për mu luftetar është i vetmi aj që e ka vesh uniformen, e deja bo transferimi ju që kësë ty me kësë se ka desh. Qaj është luftetar? Edhe i luftetar është aj shembull që ka fakte, që shti të regova une, me fakte. Qaj është luftetar? Edhe shqyqër zote që kena njerëzën atë gjallësën, që din për çdo njani kush çka ka. Edhe çka ka liftu çdo njani. Nashta do sene zbën me dal tash hala, se jena pak herët, shembull me kallëzu njeri krejt ato çështjes kombëtare, çka ka bëj, çka ka bëj. Shembull, na kena liftu me një forcë serbe, një shtet, na jena kanë vullnetar. Na jena shku në luftë vullnetar, kush ka dash të shku, dera qelja kanë për krejt. Kush ka dash të shku në luftë, do me thonë edhe kanë pranu pa kur farë problemi heq. E tash, pse nuk kanë marrë do pjesë, peshojnë u që kënë, nuk bën, nuk ka kuptim. Nuk bën me ndodhë mes neve këto sene. Po do të me konë ma tafërm, me kujtu do sene, qka kena hjekna, se unë për të dhënitës me jërda me gjështë e komtarë. Unë të dhënitën jem konë i burgosën. E din krejt, do me thonë, me avni kashurin, jem konë me dëshok, 7 kur më kanë burgosë. Se në atë ko, profesori Isak Havolli më tha organizaj agim shoqet edhe shokët, edhe dini shkru në Kosova Republikë, rënoft Adem Demashi. Me të vërtet, me thonë, në atë kohë se dish as kush është Adem Demashi, as shka Kosova Republikë. Po më ka frymzu, për që ati momentet edhe policia erdhe në marrësun mu. Në më thonë, për ati momentet unë e tani e kom filluat që dohet përkëm me liftu. Edhe kom rrit, dhe e kom veshtan edhe uniformen. E kështu që na do të me kanë matë kujdeshëm, me respektu familjet e dëshmorëve, veterant, invalidët e luftës, të gjithë ata që ka kontribu. Baca gjem 3 shkronjat e arta, UÇK, çka do të thonë për ty? Për mu 3 shkronjat e arta UÇK thojnë shumë. Shumë thojnë, edhe janë tarta se në qëto 3 shkronja kanë vdek njerës. Kena dëshmorë, kena edhe familje që shkoju, veç pse ja ka pa 3 shkronja, ja ka vra. Do më thonë, janë këtu shumë të shmushme, do të miru si sytë e ballit. Janë ma të shmushme se sytë e ballit që kena 3 shkronjat. Edhe për këtu 3 shkronjat tu që kësë, nuk guxon kërkush, nuk ka drejt kërkush me fol keq. Kërkuna nuk i jepet e drejta me fol keq, me fy keq. Se në qovë se i fynë 3 shkronjat e UÇK-s, dikush i ka fy edhe që ata dëshmorë që janë sënë në varë. Do me thonë, do njerëz gabim që sjellën ndaj 3 shkronjav që i shofon e i një, që i folin gjithë shka, do të me qitë dorën kryqi, që të 3 shkronja e kanë shliru Kosovën. Që të 3 shkronja e kanë shliru Kosovën. Që të 3 shkronja kanë ra dëshmor me mija në Kosovë. Kështu që do të me pasë respekt një njeri kur të folë ndaj 3 shkronja tarta tona, UÇK. Do të me pasë shumë kujdes. Qysh njihet një ushtar i ushtrisë shlerimtare që ka kontribuar dhe ka qenë aty ball për ball me rrezikun edhe me vdekjen, kur e sheh që individ caktuar tentojnë me përdos figurën e ushtrisë shlerimtare? Qore, na që kena pështu se unë i një shumë shpesh një popli, da njerës edhe, që thojnë të vetëmit ata që kanë vdekjen kanë të mirë, e këta gjallët nuk janë të mirë. Kështu ke dëgju edhe të besaj. Veç unë e di që kam njerëz, i një njerëz, kolegë të mirë, që është gjallë. Po ata që kanë kontribu, ata që e di unë historinë e tyne, me bo me ditë dikush tjetër, çmendet.
për çështje kombëtare që ka kontribu shumë. Thot halal i koft. E unë i di. Qëto është problemi, të gjithë janë të mirë. Ata që kanë bë për çështje kombëtare, që kanë ndihmuar çështjes kombëtare, ka edhe popull, ka domethënë edhe popullsi civil që kanë ndihmuar, domethënë të gjithë janë të mirë. Po nuk bën me fol keq ndaj njerëzve që kanë kontribu. Po dhimbje e madhe është kur një luftetar e një person që fol keq për ta. E kur nuk e një heq shembull, që ke me keqja, kur fol për një person, e nuk ja dim biografin ti komplet, qaj person luft ka mujt me kanë, nashta maj miri, ka mujt një ushtar, maj miri me kanë, e ti po fol keq për ta, kjo është e dhemshme. Pse more nuk folin ti, unë kam rast, tash po hina pak këtë temën tjetër, në parlament Kosovës i ka thonë komandantit një personit shumë të mirë, një themelusit tu që kësë, o që një deputete, x deputetës, po du me ja përmen, emnin i ka thonë kriminal. Njerit ma të mirë që ka thonë për çështje kombëtare, i ka thonë kriminal. Semër, jaja, nuk o qytetare e thjesht, po është deputete, a ka marra ja. Qyshenin vetën aja sëd, kur një njerit i ka thonë kriminal, aja ka pas uniforme i pari, uniforme në uqëkës, e ka kontribu për këtë vend, që na së dhe gëzojna. E ka njerës shumë që folin keq, po zbon me fol keq. Bili ata që si një, mos fol keq. Halo Maron, bashkëpunëtori i Serbisë. Kjo është, nuk ja vlen as me fol, shembull, kena pos edhe ato që i kanë thonë, i thojnë, shembull, tani, kur del biografia e një ushtarit, e kallëzën, tani thojnë një, se pas në mdit na, a del Alamed ushtar që ka kontribu, del biografia, kallëzën një shok i ti, tani shembull valla nuk bën, do të me kanë të kujdesshëm, do të me respektu luftën që kena bo, që kena pas mundësi, shembull e kena bo, se me kanë pas mundësi na dejmë Beogradi shumë shu, se vendlindja jem është në Toplis, kur na kanë jek 1912. Babgjyshin tem. Na e kena atje vendlindjen, po na kanë jek atëhere, shembull, se na e kena dhonë betimin për çështje bashkim kombëtar, shembull, po na çka s'kena mujt, se nesër do me thonë ashtë edhe gjenerata tjera, thujnë pëse s'keni luftu edhe ma shumë, po na kena mujt çikash kena arrit. Po, pak armatim, pak pajisja, po, t'lutna. Pak mjetë, Po, krahasime në se na kanë barabart, ka qenë e rregullt, shumë e fuqishme dhe me Arsenali, po. Arsenal, po. Po, ka pas me kamion. Na kena bajt me çanta, ata kanë bajt me kamiona, shembull, armiku i jon. Edhe na, po na s'kena ditë motu, ti kena dalë për ballë edhe edhe kena fitu luftën. Zot shumë mirë këtij vendi. Po, faleminderit ty edhe secilit që ka kontribu. Mënyrat e vetë. Bashkarisht. Për këtë liri që sot e vizit. Faleminderit edhe për ju. Baca Gemo ndeshta me të bëdhe një pyetje. Të merin më të madh që e ke pa me sy gjatë asaj periudhe, gjatë periudhës luftës. Të merin më të madh që e kom pa gjatë luftës, kur o thy kufiri shqiptar, kur na kanë plagos shokët. Edhe i kom pa shok pa kam, të këpota kam gjymtyr, dhe me thonë që ka granetu shkit, na policia ushtarake o duft me kanë të partë, me javdhan dimen e parë, me dërgu në spital, kom pa në për kere tënat policisë ushtarake që njerës pa kanë. Edhe kur jam shku një herë në Krum, i kom pa, jam afru të një kamion, jam kanë me rasim përgjegjen, edhe jam afru të kamionin se posh një herë që po vjen, kur shkova, për vetin një ushtar, tha, mos u afro ato se janë do ushtar të vranë të në tu që kësë. Edhe kur jam afru nga ato i kom pa, dhimbja me madhe së du më kujtohen, ata ushtar, dikun kanë qenë 5-6 ushtar në kamion, pres shumë i varros. Në me thonë është edhe më shumë. Edhe kështu që Ky ka qenë të merë maj madhë, se është edhe më që kur ishe bashkëluftetarët e tu, me qenë se edhe nuk i kom njohë, po më kanë dhimë shpirtnisht, edhe sot kur më kujtojnë më dhimë shpirtnisht, duket që pisha kufum ato në kamion. Sa ta janë vramë bete, tani kanë pru tek një repart ushtarak ato, tani na u duke mi marrë mi shumë i varros, dhe me thonë, kështu që
të merri më i madh, po qa me bo jeta është e tillë, lufta është e tillë, s'kena qa me bo, kena mujt me kanë edhe na, që ato, kështu që falë gjakut tyne na së djena është liru, edhe s'bën me arru për jetë. S'bën me arru për jetë. Ja, për jetë, kur heq. Se pa gjak, liria për me në fitu. Kur heq, Sot edhe respekt për ato familje, respekt dhe lavdi gjithë dëshmorëve të këtij gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Se na kena dëshmorë edhe në Shqipëri, edhe në Preshev, e në Bojanës, edhe në Malzi, edhe gjithë kun kena dëshmorë, lavdi të gjithëve edhe respekt për familjet e tyne. Se ata i kanë dhënë ma dashurit që i kanë pas i kanë dhënë. Qysh kanë mujtë edhe familjet tona me na dhënë neve. Do me thonë, ata janë si me kanë të familjes tonë, krejt dëshmorë, qka i ka, populli shqiptar janë si me kanë të familjes tonë. Ata që e dinë me respektu, e me dashtë, do me thonë njësa janë. Ata janë vëllezër tonë, janë motra tonë dëshmorë. Bacagim tash jem në Besi. Po, në Besi, këtu ka qenë stacioni i policisë ushtarake, 06, ku e ku më luheshë unë Agim Plashniku, Zavendës komandant ka qenë Mustaf Vokri, këshilltar ka qenë Selman Berisha, një patriot shumë i madh i trujeve shqiptare. Ky ka qenë stacioni i policisë, kur ja kena marrë shkive me 12 qershor, e kena vendos flamurin e kombëtare. E kena vendos, unë e janë, kjo uniform është e jemja që kom pas veshën, kjo kapel është e jemja, do me thonë që kom pas veshën, me shoktëmi javë kena marrë shkive, stacioni i parë është që javë kena marrë shkive, do me thonë 99-ën paramilitarëve serbë. Do me thonë, këtu je pikrisht me tesha që i ki vesh sot. Po, pikrisht këtu tesha janë 99-ën, do me thonë me 12 qershor. Çfarë kujtime po sjell që kjo fotografi? Kjo po ma sjell një kujtim shumë të madh, po më dohet si me kanë sëd, a i kujtim, këtu ka qenë ndërtesën tash e kanë rëzu, do me thonë objekti, çka është interesant, se më lidhin do kujtime shumë të forta, masi o bo transferimi i UÇK-s, unë të më kë, ne kena ndërprej policia ushtarake, këtu ardho vendos Ilir Gashi, djali Gjeladin Gashi, djali i komandantit tem, do me thonë, o vendos këtu, kanë qenë me njësin e policisë të Kosovës, njësia e qenëve, do me thonë, këtu o vendos, do me thonë, që ja 4-5 vjetë nuk e egzistojnë, ma nuk janë këtu, kanë shku në një objekt tjetër, edhe kjo objekti o prish, do me thonë, këtu janë bashkë luftetarët e mi, do me thonë, këtu jena, qatë ditë e kena bu këtë foto, Ka qenë ajo ndjesia? Ndjesia ka qenë e madhe shumë, se ja kena marrë do paramilitarve, stacionin e policisë, do me thonë është shumë e madhe, kur ti ja merr një objekt armikut, do me thonë shekullit. Po, shumë e arritnje, mja marrë stacionin e policisë shkive, s'kan dollë kërkun Kosovë, jo që po du me, se s'është kjo një lavd për mu, por një lavd shkan UÇK-s, ju shkan komandantit mirë njohur Gjeladin Gashit, që i ka pas ushtarët shumë të vendosën, që ku jena hi na, do me thonë nuk jena këtu i brapa, kështu që meritat ju shkojnë tjerve, do me thonë ushtarëve, se unë bashkarisht me ushtarë tjere, javë kena marrë këtë stacion të policisë. Po, përballët me forca serbe. Po, jena përballë me forca serbe. Po, kena pas rreziqe shumë të mëdha, po ata, kur e kanë pas që s'është e tyne më, ky vend e kanë shu edhe janë tërhiq, do me thonë, edhe na jena vendos e kena qitë flamurin kombëtar. Kështu që jena në zyre, në atë moment kër jena vendos, është Selman Berisha, Abdullah Rostolli, kë Dragusha, shoku Kojshi Joni, Rostemi janë të gjithë, kena festu, që kena pas mundësin atë ko, me festu, një arritje shumë e madhe që ja kena marrë paramilitarëve serbë stacionin, edhe une me urna shtabit përgjithshëm, kum kalu me një renin zonë operative të Lapit, shtabi përgjithshëm ka vendos, komandanti Azem Sylla, edhe unë jam përsaktu këtu, kur tani kena vazhdu në komandën e Mohamed Latifit,
që i ka pasun kontrol Muhameti, edhe jena vendos nën komandën Muhamet Latifit, një kombëtar shumë i fort, një njeri patriot shumë i madh, edhe kena vazhdu deri o bo transferimi i UÇK-s unë TMK, do me thonë ka funksionu stacioni i policisë ushtarake 06, ku kështu e kena kry punë me respekt e me nderi, do me thonë. Çfarë foto të tjera Kjo është foto ku kena marrë mirë njohje bashkë luftetarët e mi, na kanë shpërnda, unë i kom shpërnda në emën të komandantit policisë ushtarake, këta janë krejt bashkë luftetarët e mi, kanë marrë mirë njohje. Kjo është vajza jam Sënila, në atë ku ka qenë 3-4 vjetë, ka marrë pjesë edhe kjo me një recitim, do me thonë. Cili vit është kjo foto? Kjo foto është para 15 vjetë e mos gabofsha, besoj që 15 vjetë, do me thonë. Kjo është bashkë luftetarët e mi që kanë marrë pjesë, një pjesë e tyne, kër e kena marrë stacionin e policisë ushtarake, mu kanë bashkan gjitë, se une e kum posë, do me thonë, qitë qëllim ja u marrë këtyne, do me thonë qëllimi jem o konë me marrë një stacion të policisë ushtarake, edhe e kena marrë edhe kena majtë, do me thonë, këtë stacion të policisë tonë. Jo, kena marrë paramilitarëve shki. Kemi një foto të fundit, to? Në gjashme është. Po, edhe njerë. Sot ju të imbajt vesh rroba që i ke posar ti. Po, e vërtet është këto rroba i kum pas, këto qizme, krejt, do me thonë kjo garderob e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, me që të uniformi jom hi, këto i pari, mas me e janë ardhë ushtartë, i kena pas edhe 2 nga Shqipëria, Agimi edhe një tjetër s'pun kujtohet, kanë qenë Petruprujës, kur jena hi e kena marrë këtë stacion, bashkëpunim edhe me ta, kështu që i ruj këto tesha, kam respekt për këto tesha, se e kena arrit një qëllim shumë të madh, e kena marrë një stacion të policisë shkive, që kanë shumë vështirë me marrë atëhere, se po të thëmë të vërtetën, që tonë mbari lev janë kanë me tenkat pozicionu në shkit, edhe nuk kum besu që s'kan me na ardhë, me na sulmu, apet me këthuja ta stacioni, po kur e kanë pas që na jam kena marrë edhe me kongullje nuk do të lëshojna, shtu që janë tërhjek sart. Edhe jena dalë fitimtar. Ku e mërë të atë forcën është ta përshkak se ka qenë rrezikshmëri, ko gja e madhe me mora të hapo. Që shken ato momentet kur vendost me bo aksionin? Na kena vendos një natë përpara me do shok, kena thonë do të me marrë qëtë stacion, e kena bo do me thonë planin, qysh me marrë, edhe në mëngjes e kena marrë do me thonë stacionin, pak kena pos pak probleme, do me thonë që nuk du mi sik ato, po stacioni o marrë, qëllimi arrit, flamurin kombëtare kena qitë, flamurin e kena marrë Petropojës, do me thonë që është i vendosë në Kollum, edhe e kena vendosë flamurin shqiptar. Kë flamur është, do me thonë, Petropojës, Agimin i shok i joni që ka marrë pjesë edhe i ushtari UÇK-s, që jo kanë me neve bashkarisht, edhe kena vendosë flamurin këto në Kollum, kështu që aksioni o kry, me sukses o kry, edhe kam respekt për këtë vend, më kujtuhet këtë vend sa herë i biknena, do me thonë se arrit një qëllim shumë i madh. Sot jemi të qëndru në Kosovën e lirë. Për fund, çfarë mesazhe e ki për rininë dhe për krejt njerëzit që shikojnë këtë video? Kush e shikon këtë video, kam një mesazh të veçantë edhe për popullin shqiptar, krejt të rujeve shqiptare, do me thonë të kanë kujdes, të erujnë këtë liri që kena sjell na, bashkarisht, me dëshmor, me veteranët luftës, me invadit luftës, me krejt, të erujnë si sytë e ballit, se liria o sjell, po o sjell shumë e shtrejt, na ka kushtu shumë, do me thonë se kena pas një armik shumë të rrezikshëm, e kështu që të kanë kujdes, të punojnë për Kosovën tonë të lirë, të respektojnë familjet e dëshmorëve, të respektojnë ata njerëz që kanë kontribu, të respektojnë edhe ata njerëz që hala publikisht se unë nuk janë dalë me folë, çka kanë kontribu, do të me dalë të gjithë me folë, çka kanë kontribu, se është kënaqësi që me ditë të rritë shembull për çdo ushtar të ushtrisë çlirimtare, çka ka mujt në atë kohë me kontribu, që kështu ju bëj apel edhe ushtarëve tjerë dalin të folin për kontributin e tyne, se nesër na një ditë kena me vdek, kështu që do t'jesin inqinzimet, do t'jesin kontributet tonë. Na nuk i kena bo për veti, na i kena bo për këtë popull shqiptar, për këtë vend i kena bo edhe jena mirënjohës
për popullin shqiptar deri në vdekje, do me thonë, po edhe na kërkojna një respekt me na bo popullin shqiptar edhe njerëz tjerë, se e meritojna, se na jena orë vullnetar, do me thonë, me kontribu për këtë vendin tonë. Ja kena pas bërç. Respekti është gjëja minimale, Po, që do të minimale. për juve, për E shkak që vërtet është. do të me u bo shumë ma shumë. E vërtet Që është. edhe du të me ju vlerësu sa jeni gjallë, edhe i bashkangjit në apelit tanë me full sa ma shumë për shkak se historia që harrohet përsëritet, edhe kjo histori që e ka pas populli shqiptar, nuk duhet mu harru. Ja s'do të më harru për jetë. Për shkak se lufta jonë ka qenë çlirimtare. Po e vërtet. Na nuk kemi shku me pushkatu as me E luftu vërtet. me shpina e armikut, po thjesht i kena mbrojt tokat tona, vendin ton, E vërtet është. fëmijët ton, Na- njerëz ton. Shpesh thëm, na nuk jena shku në Beograd me liftu, na jena ardhë këtu në Kosovë, na sot i kena qëllirimtarë të në Hagë, na i kanë marrë, shambull, edhe qëllirimtarët janë themelus tu që kësë, ata do të mu liru, janë të pafajshëm, agresorin, njerëz në Serbi që kanë bo masakra, kanë dhunu, kanë bo gjithë shka në Kosovë, nuk i kanë marrë qëllirimtarët, ata do të mu liru, janë të pafajshëm, e kam një apel që ata do të mu liru sa ma shpejt, se janë themelus tu që kësë, sikur tash, po të regojnë një të vërtet, unë e mendoj kështu, mendojnë shumë edhe njerëz tjerë, luftetar bashkë luftetar të mi, edhe populli shqiptar, si kur t'i shkon komandanti jonë legjendar, Adem Jashari, edhe komandanti jonë legjendar, edhe ai Zahir Pajaziti, edhe ata i kishin marrë në Hagë, besoj që i kishin marrë në Hagë edhe ata, kështu që neve po na buen shumë pa drejta, po na shkelën shumë drejta tona, e kështu që bëj apel ata të lëshohen sa ma shpejt, sa ata janë qëllirimtar, edhe kështu që agresorin e dina, kur është Serbia, janë njerëz të Serbisë, ata janë agresor, ata janë orë këtu, kanë liftu, na kena mbrojt sa kena pas mundësi, kështu na jena qëllirimtar. Shumë respekt edhe shumë derë edhe kënaqësi me bisedë. Faleminderit shumë për radio televizionit ju, që jeni ardhë, që ma keni bo këtë respekt të mu, po ja keni bo respekt edhe popullit shqiptar, edhe e kena zbulu diçka që janë konë në arkiv teme në byllëne, unë e kam shumë, unë do t'i zbuloj mes televizionit ju të ardhmen, kështu që respekt për juve, lavdit dëshmorëve të kombit shqiptar, ku i janë truja shqiptare, respekt për veteranët e luftës, respekt për invalidët e luftës, respekt për ata që kanë ndihmu që janë kanë jashtë me mjete, respekt edhe për popullin shqiptar që kanë ndihmu në mënyra tjera, unë e respektoj të gjithë. Faleminderit. Që Pe juve ndodhe një copë shpirti me neve, edhe faleminderit. Kënaqësia ishte e imja, faleminderit, respekt për juve.